Urimi shikues të nderuar përndryshe është i sprovuar me sy, domethënë është i verbër, nuk shikon. Andaj edhe shfrytzuam këtë podcast ta realizojmë që t'japim mesazhe. Alhamdulillah që falënderimi i takon Allah në çdo gjendje. Nga Allah më ka marrë shikimin, më ka marrë dritat e syve, por më ka hap dritat e zemrës. Elhamdulillah që Allah më ka sprovuar me shikim e nuk më ka sprovuar me iman. E sprova me iman është shumë më e rëndë. Elhamdulillah për çdo gjendje që jemi. Edhe pse i sprovuar apo me shikim të dobësor apo i verbër, unë Allahun e falenderoj në çdo gjendje. Falë namaz, agjëroj, jam praktikues i dinit të Allahut, jam prind, mundohem të jam i drejtë me bashkëshortën, mundohem të jam shumë i afërt me fëmijët. Urim, shumë mirë e ceke, elhamdulillah që nuk jam i sprovuar në iman. Kjo i bie me kon i sprovuar në iman, do të thonë mos me kon musliman, kjo i bie në xhenem shkon njeri. Po. A di të folmi pak ma shlira, po. Çka është prova më e rëndë? Me bë me vdek njeri duke mos qenë musliman, ai mos del kurpi xhenemit. Çto thot Allahu, nuk thamon. Ashtu është. E kështu që shumë mirë ki rrumbullaksu ata, elhamdulillah që nuk jam i sprovuar. Pasi te kalohet diçish. Jeta po vazhdon edhe pasy vëlla. Edhe pse nuk po të shoh ty vëlla suna, na po komunikojmë. Po vallahi, edhe u knas që parë bëjmë kafe sen. Elhamdulillah, tana të mirat. Po zotruna mos të shmi kontozu asun asti. Çka do të ishte halli jon? Vallahi. Çka do të ishte? Problemi i madh vallahi. Natyrisht.